ndryshe të njerëzve. Duke parë këtë rezultat zgjedhor të LDK-s të viteve të fundit, a besoni ose a duhet që LDK-ja të vazhdoj tutje me këtë përbërje të kryesisë, kryetarit, apo jo? Pyetje pak e rëndë për mu, LDK-ja nuk ka qenë pushtet që tjetë vite, ishte një pushtet për një kohë shumë të shkurt gjatë kohës së pandemisë, ishte faza më e rëndë e gjithë botës, gjithë globit, jo vetëm Kosovë. Edhe në gjatë asaj periudhe nuk është se performoj keq, domethënë e bani një hap në te kalim të pandemisë më mirë se shumica e shteteve të rajonit, po i me thonë. E pam paraqitjen e kryeministit të Kosovës në atë kohë të Zotit Hoti në shtëpi të bardhë, i barabartë me shtetin e Serbisë, duke në shku një marrëveshje si shtetet barabarta. Edhe kur ka qenë në pushtet para 10 viteve ka pas një performancë të mirë, por gjithashtu e pranoj që kur LDK-ja është në opozit, nuk e ka ndoshta atë agresivitetin që pritet prej partive opozitare, edhe për këtë duhet me mësu edhe duhet me reflektu. Unë nuk them që LDK-ja mund të bëjat opozitarin e gurve edhe të dhënjes flak të institucionit në Kosovë, sepse është shpenzu shumë energji edhe mund, edhe djes për anëtarëve të LDK-s mund ndërtu ato institucione, edhe LDK-ja është për mbrojtjen e tyre, edhe për kultivimin e tyre, edhe për fuqizimin e tyre, kështu që është pak problem me shty LDK-n në një opozitarizëm super agresiv, të cilin ndoshta disa mund me dëshiru, po s'paku super aktiv mund t'jetë. A është kjo njëra prej arsyeve, mungesa e kësaj opozitarizmi që e solli LDK-n në këtë përshindje? Mendoj se duhet t'jemi ma proaktiv, qysh prej ditës së parë kur përfundojnë zgjedhjet, mendoj që duhet të filloj opozitarizmi, qysh prej ditës parë kur përfundojnë zgjedhjet, pa marrë parasysh rezultatit, të duhet të vazhdosh komunikimin me strukturat e partisë, me popullin, të mundosh ta përços mesazhin mbi të cilin ti beson tek njerëzit ku ti më vonë pas 4 viteve kime kërku vot, edhe ky komunikim, edhe ky mesazh s'bën me unal në asnjë moment, nuk bën me pushu në asnjë moment, në moment që ke hime një jetë politike dhe luftë politike, ma kjo nuk ka ditë pushimi, nuk ka ditë humbje këtu, gjithçka është luftë politike, edhe ndoshta kjo duhet të ndrojë edhe duhet të reaktivizohet. Tash është e lehtë me e thonë këtë punë, sepse mundë me prek dikon që vërtet ka punun këtë jetën opozitare, mos dalun e tash të bëhem këtu pak cinik, po kjo është ajo që duhet me e bo. Në të njëjtën kohë, LDK-ja e ka bo një diçka cila pritet për një partije opozitare, ka kriju një ekip, për që ne mendojmë që është ekipi më i mirë që mund është me ofru një votuesi, e ka ndërtu një program për që ne mendojmë që është programi më i mirë, edhe e ka ndërtu një vizion të qartë se ku e shef Kosovën në 4 vitet ashme. Pra, votuesi nuk... Prapë zode juve. Votuesin... Zode vetëm në shumicë. Asë dhe 1.1%. Votuesin nuk ka faj, ne duhet me gjithë fajnë brenda neve, se si me përqu mesazhin ton, programin ton edhe aspiratat tona për ndërtimin e këtij shteti më mirë, më qartë tek votuesi në të ardhmen. Flasim pikërisht për krimin